Njohja nga Siria u bë shkak që presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, të mos ishte e pranishme në Paris, në darkën me liderët botëror dhe po ashtu në forumin e paqes, ndonse kishte një ftesë nga homologu i saj francez, presidenti Emmanuel Macron. Këtë e zbuloi këshilltari për media i të parës së shtetit të Kosovës, Bekim Kupina, në një intervistë televizive. Presidentja dhe zotëria i parë janë falendërues ndaj presidentit Macron dhe zonjës së parë Brigitte Macron për ftesën dhe mbështetjen e vazhdueshme, deklaroi Kupina. Për shkak të takimit trilateral me princin e Kurorës dhe kryeministrin e Mbretërisë së Arabisë Saudite, si dhe me presidentin e Sirisë, në të cilin u arrit marrëveshja historike për njohjen e pavarësisë së Republikës së Kosovës nga Republika Arabe e Sirisë, presidentja nuk ka arritur që të udhëtojë për në Francë, theksoi ai. Të mërkurën Kosova mori një lajm të madh. Vendi u njoh nga Siria duke u bërë kështu vendi 120 që e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Ndërkohë, profesori Alush Gashi ka përshëndetur njohjen e shtetësisë së Kosovës nga shteti i Sirisë, duke e njohur meritën e veçantë princit të Kurorës Mohammed bin Salman Al Saud. Politikani Gashi për Metron sqaroi të mërkurën se kjo njohje që erdhi do të jetë një prej disave që ka përpjekje diplomatike tashmë të liderit të Mbretërisë së Arabisë Saudite. Pas sigurimit të njohjes nga Siria, do të angazhohet për njohje të Kosovës nga Libani, Iraku, Indonezia dhe Tunizia, tha Gashi, duke nënvizuar si sukses dhe thekson mirënjohjen për Arabinë Saudite dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Regjimi i ri në Damask ka dëshmuar pavarësisht pushtetit të shkurtër dhe situatës së brisë politike dhe të sigurisë në vend, se është i gatshëm të përqafojë normalizimin me Perëndimin dhe shtetet e rajonit pas dekadash të tëra nën diktaturën e familjes Assad dhe ndikimit rus dhe iranian.